subjektet politike që janë opozit është një kontinuitet i kritikës së vazhdueshme me gjithë aktet e tyre sabotuese edhe refuzuese. Është e pamimagjinueshme që të pengohet 2 ditë me radhë konstituimi i Kuvendit Republikës Kosovës për shkak të çështjeve të cilat në fakt nuk përbëjnë asnjë lloj teme. Unë ju bëj thirrje edhe nga kjo intervistë partive opozitare që të heqin dorë nga qasja e tyre bllokuese edhe të hapin mundësinë e konstituimit të kuvendit. Mendoj që ka mundësi të mjaftueshme për të shprehur destruktivitetin dhe vullnetin politik kundër mazhorancës dhe nuk është votimi i një komisioni, një raporti të tillë kjo. Ne kemi ardhur në një pikë kur do të na duhet të ulemi dhe të bisedojmë së bashku dhe këtë gjë provoi zoti Avni Dehari, deputeti Avni Dehari sot si kryesues i seancës, mirë po një opozitë e cila refuzon madje dhe konsultimin dhe lëshon në mënyrë demonstrative dhomën kur fjala është qoftë edhe për një konsultim jo formal, atëherë sinqerisht nuk e di se cili është plani tyre. Kam përshtypjen që të gjitha ato deklarata që nuk i kemi numrat, tani që e kanë nuhatur që gjërat shkojnë në drejtimin e dur, interesimi për të gjetur rrugë të tjera për bllokimin e e krijimit të institucioneve është forcuar dhe më tej. Prandaj në votime që ka pas konsensus. Ne prandaj kemi ardhur sot në sallë për të treguar në vendit ku duhet se si do të vazhdoj procesi. Neve duhet të arrijmë ta kapërcejmë këtë blokadë që kemi deri tani, me qëllim që të mund të vazhdojmë punën tonë. Nuk mund të hidhet në votim një raport i cili është votuar kundër. Prandaj ne kemi nevojë të diskutojmë me njëri tjetrin cila është rruga dhe refuzimi, qoftë edhe për diskutim, për mua është tërësisht i pakuptueshëm. Komplet i pakuptueshëm dhe i pakuptueshëm. Po ku di unë, nuk kam aftësi parashikuese se çfarë cilë. Ju bisedoni, konsultoheni. Unë kërkoj ndihmën e opinionit publik që të bëj presion publik ndaj partive opozitare që të heqin dorë nga qasja e tyre bllokuese e institucioneve. Nuk është ky momenti për luftë politike. Të shkojmë deri tek votimi i kryetarit të kuvendit, edhe atëherë shohim e bëjmë se si janë numrat. Unë nuk dua të paragjykoj asgjë për të shtunën. Mirë po, deputet të cilët refuzojnë të konfirmojnë mandatin e tyre të cilin tashmë ja u ka certifikuar KQZ-ja. Sinqerisht që nuk janë men. Sinqerisht që jo. Prandaj, duhet hiqet dorë nga destruktiviteti, mundësi ka për ta tejkaluar situatën, ama nevojitet vullnet. Prandaj, blokada nuk duhet të jetë alternativë dhe për këtë kërkoj ndihmën e opinionit publik, sepse në këto kohë të vështira, në për cilat po kalon gjithë kontinenti, nuk e kemi luksin të rrim dhe të diskutojmë për blokada formale, teknike, por duhet të ecim përpara.